Prishtina ime moj plan e lirise, ti je vetë drita kënge dashurise. Për ty sot këndoj në këtë ditë të sa shumë e ke mi pritë, sot e ba dhe ke ardhe. Le jetoj liria, lullzoj dashuria, që nga ulpjana deri te Gërmia, fjala besa jote sot moj kur u zgjova. Oj Prishtina ime e imja Kosova. Oj Prishtina ime moj plan e lirisë, ti je vedrita kënge dashurise. Për ty sot këndoj në këtë ditë të bardhe, sa shumë e kemi pritë, sot e ba dhe ke ardhe. Le jetoj liria, lullzoj dashuria, që nga ulpjana deri te Gërmia, fjala besa jote sot moj kur u zgjova. Oj Prishtina ime e imja Kosova. Mësatë të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dët juaj në odën. Mirë mbrëma na me këtë këngë kaq të bukur për Prishtinën ton të dashur, gjithashtu dhe Kosovën. Mirë mbrëma të gjithë dhe mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma shqiptar, ku do që të jeni e nga do që të jeni. Në realitet këtë këngë e këshim bërë, po nuk e realizuan do të shpejt për javën e kaluar, kur ishte dita shlirimit Prishtinës. Duke menduar në realizimin e spektaklit tuaj, të spektaklit ton, në Odeon, në sheshin e fjalës së mirë, duhej t'i këndohej Prishtinës në ditën e shlirimit të saj. 3000 vjetë kemi prit këtë ditë, bile çuditëm se sa pak e festojmë, se si nuk lumturohemi, se si nuk e kuptojmë se vetë qielli hapet me ne në këtë liri që e kishim prit. E kishim der gjak, 3000 vjetë për të. Dhe dëshira jon e imja edhe Emirijës, sigurisht duke falenderu dorës së platorit, po tash familja, u munduam që t'i bëjmë dhurat Prishtinës son këtë këngë të bukur. Tekstin vetë, muzika Platori, realizimi në studion ton, të Platori, këndojnë Mihria dhe Naimi dhe grupi. Sa vërtet, në atë ditë të bardhë, mos harrojmë kur hynë forcat tona, me 19 qershor, hynë komandant Remi në Prishtinë, hynë edhe forca tjera, flas të UÇK-s, dhe gjyshim i ndjerë që jetoj 97 vjetë, dhe për 16 ditë nuk e priti ditën e pavarësisë, në realitet thoshte, morë birë,
ta përjetoja këtë ditë, se kisha menduar, bile asa ndruar, thosha se edhe shumë gjenerata tjera, por që të shkoj në Kolovic e ta shoh ngritjen e flamurit shqiptar dhe ushtrin çlirimtare të Kosovës, për mua kjo është dita e fundit, edhe si tjetë e fundit s'ka fare rëndësi. E bukur është që Kosova është e lirë. Dhe mbi këtë luftë, mbi këtë gjak, mbi këtë djerës, 3000 vjeqare, absolutisht nuk guxojmë të bëjmë eksperimente. Atë dheu duhet pa asnjë kompromis. Për atë dheun punohet natë e ditë pa asnjë kompromis. Dhe mos prit, siç thot Kennedy, se çfarë bëri atë dheu për ty, po çfarë bëre ti për atë dheun çdo ditë. Ecim në tutjen, do të kemi shumë çka të bukur sonte, do të kemi mysafir të veçantë, humor e këngë në këtë skenografi që është tër glamour e që është dorë vendore, që kallëzon, që është dëshmi se ne vërtet jemi civilizimi perëndimor evropian dhe kur duam e bëjmë dhe duhet të duam çdo moment e çdo kohë. Ne mos para asgjë për jetën tonë. Pak më të mirë, se nuk e kemi krejt të mirë. Nuk e dim sa shumë njerëz tanë jetojnë akoma keq, si rezultat i mos punës tonë, i mos kujdesit tonë. Se gjithmonë, i ditur edhe i mençur ja ka borç atij që s'din. Dhe kjo çështje është shumë e lehtë për të kuptuar edhe për të realizuar në jetë. Dhe të mos bëhemi rob të asaj ti e the e se bone, ti se bone e the. Të mësohemi se doktori e ka venin në ordinancë edhe në agjon ilaçin. Sikur ky doktori që në agjon ilaçin në ordinancë, në të gjitha segmentet e shoqërisë janë doktorët që e gjejnë ilaçin. Dhe mos pretendojmë prej rrugës, hopa, deputet. Kjo është e pamundur. Megjithatë ecim tutje, po shihet kështu ato dëshirat e idetë që me dalë aty në atë foltorën e parlamentit, po dhe me bo me dalës në gokush. Se krejt menoj që din, a për zotin s'din, e po mirë. Vesh nuk dita që ka me buna, me kesha me kojt. Ecim tutje, jo, absolutisht. Me uqesh e me u lumturue për Kosovën e lirë dhe nisemi që nga shtëpi tona. Flasim se që si duhet bërë në jetë. Formulat e zhvillimit të jetës, e progresit të kualitetit të jetës tonë, i kemi të Amerikanët, Gjermanët, Anglesët, Francesët, Italianët, Japonezët, Koreanët, vendet skandinave, qëto që e kanë qu botën në Mars. Veç me shku që asaj rrugë, kom harru dhe Zvicrën me përmena, Austrinë e ka plot, veç asaj rrugë me shku, ne do të kemi jetën shumë të lumtur, s'ka nevoj kush me trilue, se ti je i këtina e ti je i atina, e ti bone kështu. Sistemi është, ne kemi kushtetutën, i kemi ligjet, veç nuk du të mi shkel. Edhe me punu. Hopa, e zlatën fort, ha? Ecim tutje, Naima, do t'i falenderojmë ata që janë në suporti ynë dhe mbështetja jonë e mirë. Ju të lutëm, ja slogani, e ka zonë venin e vetë. Kush ka vesh son të kështu? Hyni në Instagramin tim, Mirije Braha, ose Mirije Braha Krem, edhe e gjeni se ku e kom marrë fustanin, te Lori Fashion online nëse nuk gaboj. E gjeni ma mirë prej meje, Mirije Braha, i në te une ma mirë e keni. Pa bukur shumë. E po ne ecim tutje pa hundur kohë. Do të vinë vazhdim ato që na sjellin për çdo javë, gazin, haren, gëzimin në shtëpi tona, edhe kur jemi më së të mërzitur, edhe kur i kemi humbur shpresa, dalin ato, edhe na thonë gjëra të bukura, edhe na bëjnë, po ngadalë, se jeta nuk bëhet me mërzi, jeta nuk zgjidhet me pesimizëm. Dhe ato na sjellin gjithë optimizmin përmes sharmit të tyre, përmes aktorllëkut të tyre. Zonë e zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Dada Hyr dhe Kulja. Mirë krejt lullë, krejt. Faleminderit. Mos e ke lone i copë që atje qështu të dimijave. Ja, vëlla, kitë që to i kom qitë. Bile më nësha mi qitë do lulle se pak, po si gjojshme. Ku pashka në më i rushje lalës me dimit me lara, beja man, son te jam te daja. U këna që gjithë mënë, bre. Lumë daja për ty, krejt në fund, lumë burri për ty, aron ata. Aron, kejt, s'ka mo. Qa kom ju ka vëzu. Jo. Nona vakive.
Me pikë ca bohit e thira kullën, mule, thash, hajde merëm në emergjencë. Po tha që për 10 minuta aty jam. O qova shpejt, kap qelë sa t'jom dalë për i shpi si pak rry. Një mena jem me dvitë. Soher pjepi gaz, soher penisi. Po? Penisi kjeri. Po e nisi. Penisi. Se që ajo, mirë, po e nisi. Soher penisi kjerin, Po? e pidho gaz, Po? po më koqet. Allahës. Ko ku që E ki këtë problem, e kom një problem. Jo, ka ku që e pas ke atë problem. Jo, po. Qka mi bo? Qa me i bo? Ajo koha let zgatet, mos let përfundon bashkë aty. Ku e nisi? Ku penisi? Po dhe... Jo, po, thash nashta po dinaj sen, po Jo, shnosh. edhe rreth motorit, edhe rreth qasoj pjesës tjetër, ko gja i pa ditun jam. Po, nej se po dëfka me me qashtu ku që... Po shnosh qa me bo. Mos Po, ju hajt ka ka kap zë. temperatura sonte juve. Jo. Mirë jeni, a? 30 gradë, nuk ka shumë. Po nuk është shumë a i nëzet, po nashta s'po di qa po. Unë që ka lëzua problemin që kam thash nashta din kjo me ma zgjedh, po as S'po kjo deka. s'po din kur penisi kjerin. Jo. Që ku... E qojna një Jo, po, dite. jo, po e qojmë dika, shnash qa me bo. Po hajti me kalëzojt për qa ki në emergjencë. Për qa kesh për punë budolsh, nga një mirë. Më bëni nervëz një natë për para, burë jem qatë shumë, që ju që këshusha më te për diqka. E të qoha t'ja zdiva një kafe, e t'ja rosti 2 qëtësus. Tak, e t'ja qes me pi. E kapa i kafe, më fëp një he, fëp her në dytë, vët shlejti. E që kom kap një qebe, t'ja kom gjuj që shtu e në cëp teme. Po flej mirë bëllë, kur sa ba, Allah thash qa u buj, qova po këqyri, so kërka, kur penit e vesceja. Ku nona jem me o zot një mom, qële mëre derën, ja, ku nona jeme. E të thej derën kur hi mrena, qka me bo, a i gjoja ish unë shole dhe vesces edhe veç kajke, edhe kukatke. Thash qa ki mëre, i kom përbi dhëm të apram të flejt. Se kom qune. E te kopa, e te qoha në emergjens, më janë zërë dhëmë. Nej se janë zërë në ata dhëmë të pështoj. Po sa prita unë aty, pjani vetit një vareret kjesë që nguj. E të thiri kullën, thash qërëm. Hajde me njëherë merëm, me më qurë në udent të doktor Bernard Gegaj, me këqyrë qka u bo me këta dhëmë të mi se ku për mu që pëmjanera. Kjo shkum kur i mërna, thash djolli jem Bernard. Thash jo marrë pa të thirë, oj da hyrë, tha heq më stanin. Oj dhe predveç pak, tha sa të kry një pacient, tha edhe nuk ka problem. Edhe ojle. Nona vakive, aty në 3 doktora, 2 janë për të mdhaj, 1 për fmi. Gushva, që, na jem, gjithonën s'ki Kallavllak. më zet. Metëm që aty të nejte, të këqyre, të nguë, veç për një herë, kur ka bërtit një djallë, i vëtësër, oj mam, a i ka lej bobit barkëqitja? Aja gruja, pse tha djallë jem qarë barkëqitje? Po a mam, e të kom një prom, kur i ki thonë bobit, kur e ka njët me tu forcu? Fmija qa ka shpija, A s'ka fos faj. Një që ke lezesh me ishu që të përbal meje që aty, e që të nga të meje një burë, shumë i bukur, lëpotanke, në 2 qika duasra. Edhe ajo e këqyrke, e keshke, e këqyrke dikur pikseta. Zët një sa vajzat të bukura paske, si 2 lule, këj idiot e vrejti, adin, pe këqyr. Tha zoj, tha kur dush, tha t'i jepi këto fara për që të lule.
Nejse, unë që unë himë rana, unë e puna në qarkarikën ku janë kom. Edhe, pëja bëj thash doktorit, thash, që bre thash djoli jem, koraj po mi këqyrë tha, dhe ta hyrë tha urën mire paske. O, doktor, këqyrë bre mës pa hiri mu ka vina i kosh në urë. E i qikë. O, veç e thash, më s'ja bo si roza që ja ka bo doktorit. Shka në doktor, që se dhëm pidu, që se? Që se? A i thot, po shumë të mirë i pas këske. O, ja, këqëri mirë, se që ta fisha, që se pidu. Thot, mori pas shki nevoj se i pas ke dhëm të mirë shumë. A, këqëri se që se ista pidu e, se që ta janë të kënatës. Tu mi hek mu kjo dhënd në karikën tjetër, a i doktori tjetër, edhe një gru. Edhe a i përbon injekcionin gati adin. Doktor Fetia. Po dhe doktor Fetia. Pja bën tha, zoj tha, veç majës e gjilponës po e fusim, por mës me pas dhimje. Aja që konë kështu, aha, edhe burri jam që shtë njejt, dhe ke dhe shtë 3, fini kjela. O, ti shka në zët, o s'kina ditë se në na emë. Qyshina konë të e këqyrë të kesh me të? Veç kërka hi një grupe i jashtet. Fap, e tja ka njësë mu desh, tak e këpucat e sene, pap e deshro. Këtë doktori, o, na luzoj. Te dentisti. Nuk kemi ginekolog, na jemi stomatolog, ajo heq, vepe. Kë, o të lutëm zoj, stomatologina, nuk jemi ginekolog. Unal, a jeti që jakin dhe ishë burit e më dhëmë? Të të po, atëherë pra heqe. Ajo është kreta me haldu jetër. Ka bën mirë. Son të kina mja qitë minus në të mbojët. Plus në të mbojët. Po, që ata një dështja, një farë Hugo, thot halli kryon njerëzit. Begatia kryon përbindësha.